Poja ftes ju ka dërgu hajvanatit. Qëto, qa ki që po shtenë që është? Qa po shtenë konflikte që është? Ja, a, diçka po mduku. Se po këshur mroba. Nuk po pjesë e Edhe i meri thanë pjesë e fushatës. Unë po du me thonë diçka tjetër. Hajde Ramaboj. Ma opozitar po dilni ju një pjesë e medjave se opozitar. Ramaboj. Shka ka nevoj më na e përsërit për çdo natë këta? Po që ku del me bo shërë, Ramaboj, shërë po do me bo, po do me Ramaboj, nëse opozit është veç me i transmitu që kam thonë këta, që të punë ko me bo krejt jetën. Ideja është që veç lem një me përsërit. Po i merë një qafë opozitën se tash ka mundësia i thot, qka të bëj tash? Me njëherë fillojnë të më qërtojnë pëse shkova në takim e tjerë. Ajo është kryetari një partije, tash të kalojnë seriozitet. Ajo është kryetari një partije që vazhdimisht e quajnë vetën si partije institucionale. Nërkas ne jemi në situatën kur përveç se një qeveri prej 50+1% i duhet Republikës, shtetë tutje, i duhet edhe një stabilitet 4 vjeçar i domosdoshëm. Dhe Lidhja Demokratike ka çelësin e stabilitetit 4 vjeçar në dorë. Në rast se do të kishin një pajtueshmëri me vetëvendosjen, ajo e dëshmon se megjithatë mund t'i te kaloj edhe këto mërit e fushatës, edhe sillet kësaj natyre dhe i kontribon funksionalizimit plot të stabilitetit 4 vjeçar. Unë në një analizë gjatë që kam pas shkruar, para 2-3 javësh, kam potencuar pse nuk do duhet kishim koalicion me PDK-n, pa përjashtuar mundësit e koalicioneve me parti tjera, ashtë më pak me Lidhjen Demokratike. Pse? Sepse mendoj që BDK-ja mund t'jetë pjesë e koalicion, do duhet ishte pjesë e koalicion. E ka pas një vlerësim që donë me bo koalicion, sepse i ka me gjek që veç pak e tash përdojnë më shumë. Po, me datën 5 shkurt 2025, 4 ditë para zgjedhjeve. Na e kena provu koalicionin me ta. 51 dit na ka zgjot. O, për zotin që dash as pesor nuk mund të me zgjot. Kështu që na zbojmë koalicion me ta. Na kemi koalicion me njëri tjetrin edhe me popullin. Vetëvendosje, koalicion me Guzo dhe Alternativën dhe popullsinë e Prizrenit dhe popullin e Kosovës. Miqtë dashur, ky është emisioni Debat Plus, knatësi që u takuam. A kom që me thonë ju më shumë? Jo, shumë mirë. Që të video i kitë mira. A i kom të mira që të video. Me hinit e të regjije me ti fshi. Ftesën. Këta që ullën andej nuk i lojmë u afru në regji. Vetë vendosje, indëruar kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotri Lumir Abdigjiku, uroj që kjo letër të ju gjej mirë. Me certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit 2015 nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, siç dini, dhe Presidentja e ka caktuar mbledhjen e parë të legjislaturës së 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës për datë 15 prill 2025. Me qëllim të konstituimit të plotë të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe procesit të zgjedhjeve të qeverisë së re, për të konsultuar paraprakisht, ju ftoj në takim të mërkurën më datë 9 prill në orën 15 apo të ender me datë 10 prill në orën 9 ose në 14. Mirë pres përgjigjen tuaj për këtë takim, sinqerisht, Albin Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës.